Sekreti si të riktheni pastërtinë e çorapeve të bardha me një përbërës të vetëm nga kuzhina. Çorapet e bardha janë të njohura për faktin se tregojnë çdo njollë ose papastërti dhe pas vetëm disa përdorimesh shpesh përfundojnë në të njollosura, të pista dhe larg pamjes së freskët. Sipas ekspertëve të pastrimit dhe shrubs, uthulla e bardhë është një zgjidhje shumë e mirë për çorapet e bardha të pista. Ata shpjegojnë, uthulla e bardhë të distiluar përmban acide acetike dhe prodhohet përmes procesit të distilimit të alkoolit. Acidi butën uthull ndihmon në heqjen e disa njollave dhe shpërbërjen e mbetjeve që lihen pas nga deodorantët në sjetulla dhe produktet e lavanderisë. Gjithçka që duhet të bëni është të vendosni ato në një legen me ujë, të hidhni uthull të bardhë të distiluar dhe kështu t'i lini të qëndrojnë gjatë gjithë natës. Të nesme bëni një larje si zakonisht dhe rezultatet që do të keni do të jenë fantastike për dukjen e çorapeve tuaja sa më të bardha.